Festat e 28-29 nëntorit për shumë qytetar nuk është vetëm një periudhë festive. Ajo është shndruar edhe një mundësi për të udhëtuar si brenda ashtu dhe jashtë vendit. 2 ditë pushimi për administratën publike së bashku me fundjavën pushim ka bërë që shumë familje të lënë shtëpitë. Për shqiptarët e Shqipërisë festojnë, shfrytëzojnë festat për 4 ditë pushim dhe të shkojnë shopping një destinacion të ri, ndërsa shqiptarët e Kosovës apo të Maqedonisë apo të Malizisë, të rajonit vinë në Shqipëri si thonë një rrugë 2 punë. Pra vinë edhe për të vizituar Shqipërinë, pra i destinacion të ri, jo në vendin e tyre, por njëkohësisht edhe për të festuar ditën e pavarësisë tyre. Nga ana tjetër, të shumtë ishin shqiptarë të Kosovës ose të diasporës që erdhën në Shqipëri për të festuar dhe pushuar. Po do qëndrojmë disa ditë deri nga mesi i dhjetorit, pastaj do shkojmë që të bëjmë festat e Krishtlindjes dhe të vitit të ri me familjen. Për 2 ditë kena ardhur. Me drejta 5 vite kena ardhur direkt në Tiranë për festën e flamurit, për me e përgëzu së bashku me këtë shqiptarët. Po është kënaqësi për ne, pasi që jemi jetë shqiptar të Maqedonisë, jetojmë edhe në Zvicër, po patëm nderin të festojmë së bashku me gjithë shqiptarët në Shqipëri. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, nëntori është një nga muajt me numrin më të lartë të daljeve të shqiptarëve jashtë vendit. Herën e fundit janë regjistruar rreth 630.000 dalje nga territori shqiptar. E veçantë ka qenë se kërkesat kanë qenë shumë për udhëtime me gujt, duke qenë se kanë qenë ca ditë pushim, kanë qenë shumë të interesuar klientët që të bëjnë një udhëtim 2 ditor me gujt, të mos shkojnë shumë larg, pra kërkesat më shumë të e kanë pas për gujta në Maltëzi, në Selanik, në Kosovë, kanë qenë në vendet që kemi fqinje për ta vizituar vetëm 2 ditë. Kam pas dhe kërkesa në Stamboll, gujta në Stamboll, paketa me gujt, edhe kanë qenë dhe ca kërkesa për në Itali, sepse kanë qenë biletat shumë më lirë se muajt e kaluar për sa i përket Venecias, Milanos. Gjithnjë më shumë shqiptar po shfrytëzojnë ditët e pushimeve edhe çmimet e ulta të biletave që ofrojnë kompanitë ajrore në aeroportin e Rinasit për të shkëputur për disa ditë nga përditshmëria.